studentët kanë mbetur vetëm dhe ju uroj shumë mirë që protestojnë për guximin dhe janë studentë heronj se kanë detyruar Shqipërinë dhe Kosovën t'i përkrajnë. Pse i ka detyruar? Sepse nuk i përkrajnë partitë shqiptare, qoftë dhe BDI-a fuqishëm, i përkrajnë teatr. Sepse këtë gjë po të ishin kaq këto deputetët shqiptarë, qoftë BDI-sa, qoftë diun frontit tablenit, këta bojkotonin parlamentin, kalonin në grevurie dhe u kry puna. Ka shumë mekanizma e çonin këtën në kushtetues si racizëm, për të drejtat e njeriut, e çonin prokurin në gjyqe këta ministrat apo këta që nuk e zbatojnë ligjin, asnjë gjë këtu zyrtarisht po ju them këtë gjë. Mund të jemi vetëm njeri në Maqedoninë e Veriut që kam çuar zyrtar në gjykata të korrupsionit. Zyrtarisht kam çuar, i vetmi jam. I vetmi jam që para 15 vite kam kërkuar zbatimin e gjuhës shqipe në që vinë ke gjobat dhe që vinë faturat e ujit edhe të rrymës, dhe këta ne kam paguar shtrenjtë. Nuk ka, harroni, as i politikanë shqiptar nuk i bën zyrtarisht. Janë deklaratat. Deklaratat mbeten loj mediatike, loj portalesh, loj Facebooku. Ky është mendimi im si analist që njoh mirë gjërat këtu, si gazetar që jam marrë prej 30 vitesh, si profesor i historisë. Edhe diçka të fundit kam, zoti Ralla, i trembeni në një skenarit mundshëm të protestës së sotme, por edhe në vazhdim për përçarjen e studentëve? Jo, nuk besoj që do ketë eskalim, nuk besoj se do ketë, provokimi do ketë ndoshta nga element shtetëror, por këta janë studentë të pjekur, se janë drejtuesit të vitit 4, që janë rreth 23 vjeç, 22 vjeç. Për të jurisprudencës? Dhe e njohin mirë ligjin, janë shumë të kujdesshëm, përderisa pati sukses protesta parë, pse jo protesta e dytë e sotshmja, por shteti gjithmonë ka mekanizma, ka element destruktiv që i fut në mes të studentëve. Uroj që mos e bëjnë këtë gjë shteti, se nuk kanë ça përfitojnë qeveria, përkundër Mickovski, kryeministri i Maqedonisë, ka shumë halle të thella, brenda partisë së tij, mund të ketë dhe shpërbërje të vëmëros DPMN-s, ka halle të mëdha që mund të ketë zgjedhjet parakohshme shtator, tetor, ka halle të mëdha që mund të shpallen zgjedhjet tani në qershor, dhe do një shkaq që dalin nga kjo për arsye sepse Hungaria po i riadveson të gjithë keqbërësit ministra që kishin apo biznesmen të arratisur nga disa vende si Polonia apo vende tjera. Kështu që rradha i vjen kryeministrit Gruevski, i cili është dënuar 2-3 herë këtu dhe duhet bëj burg ish kryeministri i këtij vendi, dhe partia e tij është në pushtet, dhe ai kërkon llogari sepse duhet vinë me pranga nga Hungaria në shkup që të bëj gjyqin. Edhe këto janë hallet e mëdha që i ka vetë vëmore dhe do një shkak. Kush është shkaku? Do kurban. Kush janë kurbanët? Shqiptarët. Sa herë Maqedonia që ka probleme, krijon incidente kurbani, siç ka krijuar me Kumanovën, siç ka krijuar me Mostrën, siç ka krijuar edhe shumë të tjerë. Ne që jemi këtu i dim. Por ka munguar gjithmonë përkrahja e Shqipërisë zyrtare dhe e Kosovës. Për herë të parë, Shqipëria, partitë në Shqipëri, siç është Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që e përkrah fuqishëm këtë me telegram me deklarata, ashtu siç është Haradinaj në Kosovë që e kanë përkrahur, pra shera parë. E pam që ishte ulur aty, buzëqeshur me Mickovskin. Po duhet ta pyesni Albin Kurtin se çfarë ndodh në Kosovë, se është për të ardhur keq që Kosova ka bërë gjithmonë zgjedhje të rregullta dhe zgjedhje edukative, sa bota ngeli e madhnitur mas vitit 2000 që bëheshin gjithmonë zgjedhje të qeta atje, që kur zoti Albin Kurti erdhi kryeminist, nuk ka zgjedhje të qeta në Kosovë, siç e vini re. Por kjo është një temë tjetër që nuk kam dëshirë të hyj në politikën e brendshme të Kosovës. Është një shtet që t'i lejmë shqiptarët në Kosovë vetë, bën gabim dhe zoti Rama nëse fut hundët atje si politikan, po dhe politikanë të tjerë në Kosovë. Shqiptarët e Kosovës janë në atë nivel të lartë që mund t'i japin leksione Shqipërisë, Maqedonisë po, por siç e tha dhe ju, që Albin Kurti u patje dhe ka bërë shumë gabime Albin Kurti në futje të hundët në Maqedoni tek Partia Shqiptare, është i vetmi politikan shqiptar që ka futur hundët, sepse e ka pas mundësinë ndër vite, qoftë zoti Fatosnano, qoftë zoti Sali Berisha, qoftë dhe Edi Rama, të fusin hundët për keq përdorim të shqiptarëve të Maqedonisë, por asnjëherë nuk kanë treguar, nuk kanë bërë veprime të tilla. Përtej asaj që kanë gabime plot, tek shqiptarët e Maqedonisë, asnjë politikan i Shqipërisë nuk ka bërë keq përdorime. Duke uruar që protesta e sotme të jetë pa incidente edhe e fuqishme, duke çuar mesazhin e fortë dhe të qartë aty ku duhet. Zoti Ralla, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha çështjet që trajtuam.
edhe në emër të publikut ton të jam mirënjohës. Faleminderit dhe juve.